2017 ishte pakës sa e shqetësuese edhe pak sa me rëmuj krejt situata për shkak jetës politike, ajo ndikoi shumë edhe në jetën urbane dhe private dhe publike, po. Shpresoj edhe që shpresën moti e kam humb, që 2018 ndoshta do t'jetë më mirë po sa I përket jetës politike dhe asaj publike nuk besoj se që 25 vjet jemi rob të dikujt, apo. Asaj I përket skenës muzikore, aty kam shpresa shumë të mëdha dhe kam vullnet dhe kam dëshirë dhe dua. Do të 2017 ka pas botime shumë në skenën e rock and rollit në Maqedoni, edhe se një numër I madh janë botu edhe si vinile apo long play pllaka. Prognoza ime për vitin e ardhshëm që do të botohen edhe më shumë, për shkak që skena është u rrit edhe është u zhvillu bukur mirë, që duket ndikoi pakës edhe ndrimi I qeverisë ndoshta. Nuk jam fort në rrjedhje, mirë po duhet besoj se është ashtu. Shpresat, si që thash, I kam humbur në botje dhe krejt shpresën e zavendësoj me vullnet edhe me dëshirë. Dua 2018 ndodhen gjëra shumë më të mira edhe shumë më pozitive, si për shembull dua në për këto troje tona të kalon një mega band, një gigant, për shembull si Rolling Stones ose Pearl Jam, ose U2 ose shumë tjerë, ato asnjëherë nuk kanë kalu kënina. Fëqinjet e kanë bo, fëqinjet e kanë pas edhe Rolling Stones edhe Pearl Jam e na kur njëherë. Ajo është edhe e mirë edhe si image për shtetin, ato duhet ta dinë këto të mëdhajt, apo. Tjetër çka prognozoj dua dhe kam dëshirë për 2018 është urgjentisht komandant Skita të jep dorëheqje, se mjaft sado kudo që sa që jam I anash që jam prej jetës publike, do të thotë jam I fokusuar shumë në muzikë, dikon ai pis. Dikon prezenca e tij edhe nuk kisha dashur më të jam afër ose të frimoje fryma e tina. Do të thotë duhet urgjentisht të jep dorëheqje dhe gjëra e dytë që du ndodhet në 2018 është koha, ndoshta është edhe pak vonë mirë, po do të ishte shumë mirë të legalizohet kanabisi, ose në bilet të dekriminalizohet. Duhet njerëzit të jetojnë, e dim për çka bëhet fjalë, e dim pse është ilegal, pse është aty ku është. Jemi të vetëdijshëm, kemi edhe informata, bota është e hapun, kemi edhe internet, edhe gjithë senotikimit që na tregojnë se kanabisi është një bim shumë e domosdoshme për njeriu që jeton në këtë botë. Prandaj faleminderit, shpresoj që këto dëshirat e mia do t'i ndihmojnë dikush. Është shumë thjesht, bëhet një ligj, propozim ligj, edhe ajo shkon në votime, edhe nëse bjen nuk është problem mirë, po të ketë tendencë, të ketë njerëzit të provojnë diçka të bëjnë, do të hapin atë projekt ligjin në si duket në parlament apo, edhe në ta votojnë. Nëse nuk e votojnë, nuk prish punë, vitin tjetër mirë, po duhet të fillon. Ato ishin dëshirat e mia për 2018 edhe sikur çdo herë, shumë dashuri,
shëndet edhe me kokë të hapur të ecim përpara se mendoj edhe besoj që gjonat janë duke livrit ngadal. Jemi këtu që ta shpejtojmë, pa nëse na besoni, okay, jo, do të ngelim aty ku kemi qenë para 2-3 vjetëve, po.